Gjergj Kastrioti Skënderbeu, heroi kombëtar shqiptar, njihet për qëndresën e vendosur kundër perandorisë osmane në shekullin e 15, krah sukseseve ushtarake, ai u shqua për lidhjen e thellë me popullin e tij dhe theksimin e identitetit shqiptar. Një shembull veçanërisht i mrekullueshëm i krenarisë së tij gjendet në një tjetër letër drejtuar princit të Tarantos, në të cilin Skënderbeu mbron dinjitetin dhe plejardhjen e shqiptarëve. Konteksti historik i letrës. Kjo letër u shkrua në një kohë kur Skënderbeu kërkonte mbështetjen ushtarake duke u përgjigjur edhe komenteve përçmuese për popullin shqiptar. Princi i Tarantos i kishte quajtur shqiptarët dele dhe i kishte denigruar, të cilit Skënderbeu ju përgjigj me terma goditës. Ai donte të mbronte nderin dhe krenarinë e shqiptarëve dhe të theksonte lidhjen e tyre historike me botën antike dhe historinë e saj. Argumentet e Skënderbeut dhe krenaria me origjinën shqiptare. Në letër, Skënderbeu thekson se shqiptarët janë pasardhës të epirotove, një popull i njohur në kohën e lashtë për forcën e tij ushtarake. Ai kujton princit të Tarantos se Epiro i Epirit, një nga udhëhiqësit e modhenj ushtarak të lashtë, vetë erdhi nga Epiri dhe guxoi të sfidonte romakët. Nëpërmjet këtij referimi ndaj Piros, Skënderbeu tregon se shqiptarët rrjedhin nga kjo trashëgimi epike dhe në këtë mënyrë mishërojnë një traditë krenarie, fuqie dhe pavarësie. Përmendja e Piros, një prej luftëtarëve legjendari, shërben Skënderbeut për të nxjerrë në palë lidhjen e shqiptarëve me epirotët dhe shpirtin e tyre heroik, duke ju drejtuar termit nënçmues dele dhe duke pyetur princin e Tarantos pse njerëzit e tij do të iknin më pas nga këto dele. Ai nënvizon trimërinë dhe fuqinë e popullit të tij dhe e paraqet identitetin shqiptar në një dritë heroike. Rëndësia e shkronjës për identitetin shqiptar. Letra e Skënderbeut është më shumë se një përgjigje ndaj një fyerje, është një deklaratë e qartë e identitetit dhe origjinës së tij. Ai përmes fjalëve të tij thekson se identiteti shqiptar nuk është vetëm çështje prejardhjeje, por edhe nderi dhe guximi. Mbrojtja e tij e historisë dhe e prejardhjes shqiptare shërbeu për të forcuar krenarinë e popullit të tij dhe për të bindur aleatët e tij se shqiptarët janë një popull i denj me një të kaluar fisnike. Me kalimin e shekujve, kjo letër ka marrë një rëndësi simbolike për identitetin shqiptar, tregon se si Skënderbeu e shikonte popullin dhe atë e tij, si trashëgimtar të drejtpërdrejtë të epirotëve të lashtë, si dhe mbrojtës trima të lirisë së tyre. Edhe sot e kësaj dite, Skënderbeu mbetet një figurë qendrore në kujtesën kulturore të Shqipërisë, dhe letra e tij drejtuar princit të Tarantos vlerësohet si një dëshmi e krenarisë dhe e besnikërisë së tij ndaj popullit shqiptar.